nga premtimi Shqipëria në BE në 2030 të arsyetimi nuk varet nga ne. Ka një moment kur propaganda lodhet edhe nga vetja. Dhe ky është pikërisht ai moment kur Edi Rama, i cili për vite me radhë e ka shitur integrimin evropian si një produkt pothuajse të paketuar, del tani dhe thotë se e ardhmja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk varet vetëm nga reformat, por edhe nga vullneti i vendeve anëtare. Zbulim i madh. Si të mos e dinte askush se BE-ja është një union politik dhe jo një zyrë noterizimi që vulos automatikisht çdo dosje. Por problemi nuk është se Rama tha një të vërtetë të pjesshme. Problemi është se ai po e përdor atë si streh, si paradhom justifikimi, si korridor shpëtimi përballë dështimit të një narrative që vetë e ndërtoi me zë të larë. Sepse deri dje, kur duheshin vota, Shqipëria në BE deri në vitin 2030 paraqitej si horizont i prekshëm, si objektiv i arritshëm, si rrugë e hapur. Sot, kur pyetjet bëhen më serioze dhe bilanci më i rënd, papritur na qenë ka zbuluar se vendosin edhe të tjerët. Sa komode, sa praktike, sa i njohur si skem. Nëse reformat nuk i ka në dorë qeveria, atëherë kush i ka? Nëse luftën kundër korrupsionit nuk e ka në dorë pushteti që qeveris prej kaq vitesh, kush e ka? Nëse standardet demokratike, serioziteti institucional, ndarja nga klientelizmi dhe besueshmëria para partnerëve nuk varen nga qeverisja, atëherë nga kush varen? Nga fati? Nga horoskopi evropian? Apo nga Ergjys Agasi? Sepse këtu nis ironia dhe mbaron durimi. Kur je në pushtet për të marrë meritën për gjithçka, nuk mund të dalësh më pas si viktime e rrethanave ndërkombëtare. Nuk mund të thuash në fushat na besoni ne se do t'ju çojmë në BE dhe më pas, kur vjen ora e llogarisë, të thuash se dera mund të mos hapet se Chelsea-n e kanë të tjerët. Po atëherë, çfarë po shisnit për kaq kohë? Plan konkret apo slogan elektoral? Strategji shtetërore apo reklam politike? Deklaratat e fundit të Ramës nuk tingëllojnë si realizëm. Tingëllojnë si parapërgatitje alibie. Si një pushtet që po ultonin jo nga mençuria, por nga frika se mos nesër i kërkohet llogari për premtimet e dieshme. Dhe kjo bëhet edhe më e rëndë kur vjen në një klim ku qeveria është vënë në ndyshim pikërisht për raportin e saj me reformën, drejtësinë dhe seriozitetin institucional. Sepse integrimi evropian nuk matet me fjalime për të rinj. Matet me besim. Dhe besimi nuk ndërtohet duke mbrojtur politikisht emrat të pushtetit sa herë drejtësia troket pranë tyre. Europa mund të ketë interesat, llogaritë dhe hipokrizit e veta. Askush nuk është naiv. Por kjo nuk e lan dot qeverinë shqiptare nga përgjegjësia e saj. Përkundrazi, e rrit atë. Sepse pikërisht kur procesi është politik, ti duhet të jesh edhe më serioz, edhe më i pastër, edhe më i besueshëm. Nuk shkohet në Europë me fasadë. Nuk shkohet me propagandë. Nuk shkohet duke e kthyer integrimin në refren fushate dhe reformat në dekor televiziv. Shqiptarët kanë të drejtë të pyesin sot me zë të lartë dhe pa komplekse, kur thatë 2030 e kishit si objektiv shtetëror apo si karem elektoral? Kur thatë se Shqipëria po avancon me siguri, ishit të bindur apo thjesht po recitonit tekstin e radhës? Dhe tani që po na shpjegoni se vendosin edhe vendet e mëdha, po na përgatitni për dështimin apo po kërkoni bashkëfajtor para prak? Sepse kjo është thelbi, Edi Rama nuk mund ta ketë në dorë gjithçka kur kërkon votën, e të mos ketë në dorë asgjë kur vjen dita e përgjegjësisë. Nuk mund të paraqitet si arkitekt i së ardhmes kur i leverdis dhe si figurant i pafuqishëm kur bilanci nuk i del. Kjo nuk është leadership. Kjo është akrobaci politike. Dhe në fund mbetet pyetja që therr më shumë se çdo slogan, nëse pas kaq vitesh pushtet, pas kaq shumë reformash të shpallura, pas kaq shumë premtimeve të mëdha, kryeministri del e flet sikur integrimi është diçka që i rrëshqet nga duart. Atëherë çfarë ka pasur realisht në dorë gjithë këto vite? Shtetin apo vetëm narrativën? BE-ja nuk është lodër fushate. Nuk është pankart për miting. Nuk është justifikim rezerv për nesër. Është provë serioziteti për një shtet. Dhe kur pushteti fillon të flas me gjuhën e arsyetimit mbrojtës, zakonisht do të thotë se premtimi ka filluar të shembet në peshën e së vërtetës.